Në Hag po mbyllet një nga kapitujt më të ndjeshëm dhe më të debatueshëm të pas luftës. Deklaratat përfundimtare në gjyqin ndaj ish-krerëve të UÇK-s përfshir ish-presidentin Hashim Thaçi, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin në gjykatën speciale. Prokuroria ka hedhur në tryez fjalën e saj të fundit, duke kërkuar dënime maksimale deri në 45 vjet burgim për secilin prej të akuzuarve, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë viteve 1998-99. Nga ana tjetër, mbrojtja ka hyrë në fazën e saj vendimtare. Avokatët e Thaçit dhe të tjerëve po kundërshtojnë fuqishëm provat e paraqitura nga prokuroria, duke i cilësuar ato të pamjaftueshme dhe duke kërkuar lirimin ose shpalljen e pafajësisë për klientët e tyre. Ndërkohë, reagimet në Kosovë janë të forta, ku këtë proces e shohin si të padrejtë dhe të njanshëm, duke mbrojtur karakterin shërimtar të luftës. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, e ka quajtur të papranueshme dhe të papritur kërkesën e prokurorisë speciale në Hag për dënimet deri në 45 vite për ish-pjesëtare të UÇK-s. Sipas saj, kjo përpjekje e prokurorisë tenton të barazojë krimet e tmerrshme të aparatit shtetëror serb gjatë luftës me veprimet e ish-ushtarëve të UÇK-s, të cilët luftuan për të mbrojtur popullatën civile dhe për të krijuar shtetin e Kosovës. Ajo thekson se shumë familje në Kosovë ende vuajnë pasojat e dhunës dhe krimeve të kryera nga Serbia dhe se kërkesa e prokurorisë bie ndesh me drejtësinë që qytetarët e Kosovës presin. Absolutisht, kërkesa e prokurorisë për dënim për secilin prej pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës që po mbahen padrejtësisht në Hag deri në 45 vite ka qenë e para e papritur, e dyta absolutisht e papranueshme dhe që bie ndesh me drejtësinë cilën e kemi pritur tash e sa kohë, një proces të rëndëgjyqësor që po ndodh atje. Absolutisht secili kosovar, por jo vetëm kosovarët, por secili që ka një vetdije ose memorie institucionale, e njeh rrjedhën e zhvillimeve në Kosovë, bërjen e Kosovës shtet, luftën, humbjet që i kemi pasur si shtet, ende familje të shumta në Kosovë vuajnë dëmin e krimeve të panumërta të cilat i ka bërë Serbia në shtetin e Kosovës. Prandaj edhe pretendimit ose mirë të them kërkesa e prokurorisë speciale në fakt ishte përpjekje për të barazuar krimin genocidal cilin e ka bërë Serbia në Kosovë, spastrimin etnik, ndjekjet, dhunimet, vrasjet, deri tek personat e pagjetur cilët janë rëmbyer dhe ka ende familje cilët vuajnë për kthimin e më të dashurve të tyre, pra pretendimet ose mirë të them kjo kërkesë e prokurorisë është përpjekje për të barazuar veprimet kriminale të aparatit shtetëror serb me qytetarët shqiptarë të Kosovës, me këtë rast edhe me ish-ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët kanë bërë përpjekje për të mbrojtur popullatën civile nga një spastrim i rënd etnik të cilin e bëri Serbia në mënyrë sistematike. Avokati Tom Gashi ka deklaruar se fjalët përmbyllëse të prokurorisë në Hag nuk kanë vlerë juridike dhe nuk përbëjnë prova. Ai theksoi se publiku nuk duhet të shqetësohet nga pretendimet e tyre, pasi sipas tij ato nuk janë vendimtare për epilogun e çështjes. Unë mendoj që duhet ta dimë të gjithë, duhet ta dinë ata që na shohin dhe që na dëgjojnë që fjalët përmbyllëse të prokurorisë nuk kanë kurrfarë vlerë juridike. Ato nuk janë prova, që është njëjtë sikur që është edhe fjala hyrëse, sepse çdo gjykim si në Hag, si këtu fillon me fjalë hyrëse, që i bie që prokurori, pastaj avokati i tregojnë gjykatës vijat që do t'i ndjekin. Prokuroria sigurisht pretendon për të vërtetuar fajësinë, mbrojtja ka krejt rolin e kundërt dhe fjalët hyrëse nuk janë prova, siç edhe pas përfundimit
të gjykimit, seansave gjyqësore që në këtë rast kanë qenë maratonike, kanë zgjatur rreth 5 vite, prokuroria pretendon që i ka vërtetuar teoritë e saj të cilat janë krejtësisht në prizmin tim të paqena dhe nuk duhet kemi shqetësim tepër të madh çfarë thot prokuroria, sepse prokuroria nuk e pyet fare askush, vendimin e bin gjyqtar, gjykata. Do thotë epilogun e shef gjykata. Ehad Miftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka kritikuar ashpër procesin në Hag, duke e quajtur aktakuzën ndaj pjesëtarëve të UÇK-s të dobët. Sipas tij, fjalët përfundimtare të prokurorisë dhe kërkesa për dënime deri në 45 vite janë thjesht pa logjik juridike dhe larg provave reale, duke nxjerrë në pa dobësinë e gjykimit dhe mënyrën e përfaqësimit të çështjes nga prokurorët. Për Institutin e Kosovës për Drejtësi, organizatë që kemi monitoruar procesin që nga fillimi, të thotë po bën tashmë 5 vite prej kohës kur ka filluar, por edhe kur kemi analizuar të teme dhe veprimet para se të themelohet gjykata speciale, kur ka qenë task force hetimore për të thotë dyshimet që kanë dalur në publik për veprat penale që të lidhen me raportin e dikmartit, dhe mënyrën se si është përfaqësuar kjo aktakuzë nga ana e prokurorëve, nuk kemi pritur diçka tjetër të thotë në fjalën përfundimtare të prokurorëve. Pse? Sepse do të thotë kemi pa një aktakuzë të hartuar shumë dopt. Pjesa kryesore e aktakuzës që ka të bëjë me atë për të cilën mund të themi është themeluar gjykata, do të thotë për trafikim me organe njerëzore, pothuajse prokurorët as që kanë provuar ta dëshmojnë në gjykatë sepse s'ka pasur as një provë të vetme. Do të thotë me përmbyll ka qenë aktakuzë hartuar dopt, e mbrojtur në gjykatë edhe me dopt. Dhe kur kemi një aktakuzë të dopt dhe të mbrojtur përfaqësuar në gjykatë dopt, atër sigurisht që duhet të kemi fjalime përfundimtare të prokurorëve bombastike, ku edhe kërkesa prej 45 viteve do të thotë në aspektin juridik, në aspektin do të thotë ligjet të aplikueshëm të Kosovë nuk është se kishte ndonjë logjik. E para është e vërtetë se të katërt të pandeurit akuzohen pothuajse për të njëjtat vepra penale, dhe normale do të thotë që mund të kërkojë ndoshta një dënim do të thotë parafërsisht i njëjtë për secilin, po jo do të thotë të kërkohet do të thotë 45 vite. Sepse në fundit secili prej tyre se pakun bazë prokurorisë ka pasur autoritet, kompetencë, përgjegjësi të ndryshme, do të thotë nëse supozohet se prokuroria beson se kanë kryer këto vepra penale, dhe përgjegjësia penale do të thotë varet po ashtu edhe për rolin që ki pasur në kryerjen e veprave penale. Dhe është e pamundshme që të katërtit të kenë pasur rolin e njëjtë dhe të dënohen me lartësinë e njëjtë. Kështu që do të thotë kjo kërkesa përsëris më shumë ka qenë një deklaratë, si themi, mund të themi ndoshta edhe si deklaratë politike, sesa do të thotë e bazuar dhe që në mënyrë përkon realitetin juridik kushtetues të drejtësisë penale në Kosovë. Edhe nënkryetari i OVL-UÇK-s Gazmend Sylla ka kritikuar ashpër gjykatën speciale dhe prokurorinë e saj, duke thënë se organizata e veteranëve ka qenë kundër themelimit të saj që në fillim. Sylla akuzon prokurorinë për bashkëpunim të vazhdueshëm me prokurorinë e Serbisë për ndërtimin e aktakuzave, duke bërë të prishme mungesën e lajmeve të mira për ish-pjesëtarë të UÇK-s në këtë proces. Në fakt si organizata e veteranëve të luftës qysh herët, qysh kur është pritë të themelohet kjo gjykatë speciale kemi qenë kundër, sepse ndoshta edhe kemi ditë që kemi me ardhur këtu, pra ku jemi sot. Edhe duke pa këtë bashkëpunim të vazhdueshëm prej themelimit gjykatës, prokurorisë speciale me prokurorinë e Serbisë, për me ndërtu këto aktakuza që po i përmend tash sot prokuroria, neve nuk është se jemi çuditshëm, sepse nuk kemi pritë që kemi pas një lajm mirë nga gjykata speciale konkretisht nga prokuroria e kësaj gjykate, prandaj për neve ndoshta kanë qenë edhe të prishme sepse nuk është që kemi prit në lajm tjetër ose eventualisht në kërkesë më të ulët prej prokurorisë, duke pas parasysh faktin qasjen e kësaj gjykate që ka pas sidomos në këto 5 vite të fundit prej se bashkëluftarët tonë gjenden atje në dhomat e paraburgimit. Ai thekson se mungesa e përmbajtjes së raportit dhe zhvillimet e deri tanishme lën dyshime për ndikim politik, ndërsa shprehet se nëse do të kishte drejtësi të vërtetë, bashkëluftëtarët e UÇK-s do të shpalleshin të pafajshëm, pasi prokuroria nuk ka paraqitur prova bindëse. Epilogin përfundimtar prapë përsëris për çka u ndërtu kjo gjykatë, për çka u themelu kjo gjykatë, që ju dini dhe jo mbi bazën e raportit të Dikmartit për trafikim të organe kënë të kryer nga Ushtria Shqiptare e Kosovës, kur moj raport nuk u përmend në aktakuzën, apo qoftë edhe një rresht e atij raporti nuk o pjesë më aktakuzës, që i rëndon bashkëluftarët tonë atje, me qenë se kjo gjykatë
ka deviju nga ky mision për çka është edhe themelu, me qenë se kjo gjykatë kur që dha mundësinë asnjëherë bashkëftarëve tonë të cilët e votuan dhe lobuan për jashtore Recep Selimin për të themeluar këtë gjykatë dhe ishin të gatshëm të përgjigjen ftesës, asnjëherë s'u dha mundësi që këto ditë, këto 5 vite të qëndrojnë në shtëpitë e tyre apo të kenë ndonjë masë lehtësuese, dhe mos qëndrojnë domosht e paraburgimit. Kjo gjykatë nuk u dha asnjëherë mundësi me ardh kur i vdeshin familjar bashkëftarëve tonë që marrë pjesë në çat ceremoninë që është më e shenjtë e mundshme, lam të mirën e fundit. Kjo gjykatë nuk pat asnjëherë mundësi, nuk ju dha mundësi asnjëherë spaku drejtat e njeriu t'ju garantoj. Ju keni pa kena pas plot shkelje drejtat njeriu atje që janë evidentu edhe nga avokati i popullit, po edhe nga personalitetet tjera ndërkombëtare që i kanë në farë formë i kanë thonë edhe publikisht që po ndodhin shkelje drejtat njeriu. Një gjykatë që e gardiani pas një kohë bëhet prokuror brenda këtij procesi. Gjitha këto shkelje, pra, gjitha këto evidenca që ne i kemi pa gjatë këtij procesi, neve na shtim të dyshu se kjo gjykatë do të ndikohet politikisht, për ndryshën nëse do të ketë drejtësi në këtë vend, në këtë univers, besojmë se bashkëftarët tonë do të kthehen pafajshëm sepse nuk ka prova bindëse që i rëndon me këto akuza që pretendon prokuroria. Nga ana tjetër, Blerta Deliu shpreh bindjen se vendimi përfundimtar në Hagë do të shënojë triumfin e ish ushtarëve të UÇK-s. Ajo thekson se kërkesat e prokurorisë speciale ishin absolutisht absurde dhe shpreson që epilogu i gjyqit të reflektojë dinjitetin dhe historinë lavdiplotë të Kosovës, duke kulmuar me një demonstrim qytetar që do të shënojë 17 shkurtin si një ditë e veçantë për gjithë shqiptarët. Ajo që po e ndjejmë këtyre ditëve dhe e kemi ndjerë në vazhdimsi është që kjo betejë e cila pritet të marrë epilogun përfundimtar së shpejti e që unë jam e bindur që sado që këto pretendime ose mirë them kërkesat prokurorisë speciale ishin absolutisht absurde, unë mendoj që vendimi përfundimtar do të jetë vendim në favor të triumfit të ish ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës që po mbahen në Hagë. Prej nesër ne presim që mbrojtja ta ketë fjalën e saj dhe edhe nga ajo që kemi dëgjuar nga në të kaluarën nga përfaqësues të cilët e kanë qenë pjesë e mbrojtjes në procesin gjyqësor në Hagë, na lë të kuptojmë që historia nuk mund të rishkruhet dhe unë pres që këtë triumf të historisë sonë të lavdishme, të çlirimit, të betejës sonë për shtet, të fitores së Republikës Kosovës ndaj robrisë, izolimit, spastrimit etnik, vrasjeve e krimit, ne do ta shohim me një demonstrim absolutisht të matur, një demonstrim për ta rikthyer edhe një herë peshën e fitores të lirisë, një popull i cili ka vuajtur për vite të tëra, por që në fakt kërkesë e përhershme e popullit të Kosovës ka qenë liria dhe pavarësia. Ne presim që ky 17 shkurt ta gjej Kosovën në demonstrimin e saj dinjitoze qytetar me një marsh absolutisht të paparë ndonjëherë nga gjitha viset shqiptare kudo që janë, sepse po e shohim një mobilizim absolutisht sidomos ndaj pas kërkesës së prokurorisë. Qytetarët e Kosovës ndjehen të lënduar, ndjehen të revoltuar dhe unë besoj fuqishëm që 17 shkurti do të jetë marshim dinjitoz për rikthimin e fuqishëm të fitores së Kosovës, që është fitore drejtësisë, fitore për lirinë dhe fitore në një shteti i cili ka vuajtur për vite të tëra që ta ketë lirinë më në fund. Prandaj unë edhe sot tek ju bëj apel që qytetarët e Kosovës kudo që janë të bashkohen për fatin e tyre, për fatin e Kosovës dhe për fatin një shteti që ka vuajtur shumë e që sot me kontributin e atyre që mbahen në Hagë ne e ndjejmë lirinë, jemi të lirë dhe për këtë liri duhet të demonstrojmë fuqishëm edhe marshimin ton të 17 shkurtit. Në lidhje me këtë protestë, folja dhe syla e OVL UÇK-s, i cili paralajmëroi se pjesëmarrja do të jetë masive, teksa dha disa nga arsyet kyçe. Pjesëmarrja do të jetë masive për shumë arsye, sepse në fakt ne edhe kemi pasur edhe 5 protesta tjera më herët, edhe gjitha këto protesta kanë shkuar të mobilizu njerëz. Do të aktivizu njerëz kundër kësaj padrejtësie. Kjo besoj do të jetë më e madhe për arsye se do të jemi në Prishtinë, sepse protestat tjera ju e dini kemi pas një në Prishtinë, por të tjera kanë qenë jashtë Kosovës. Edhe për faktin e kërkesa kësaj prokurorisë kanë nxitur reagime shumë të mëdha edhe te bashkëftarët tonë, por edhe të shumë qytetarë të tjerë, sepse është një gjë e tepër papranueshme. Gjithë kjo kërkesë e prokurorisë me çdo kusht, do të thotë me një farë forme me qitë në sprovë gjykatën,
për me mrime, me nxjerrë diçka nga këto akuzat të fabrikuara prapë përsëris nga gjykat, nga prokuroria e Serbisë, sepse vetëm me ato dokumente u shërby gjykata speciale. Prandaj po besojmë që ka me kon njëra prej protesta më të mëdha, po jo e fundit. Ju e dini që ne kemi edhe 2 bashkëftarë tonë tjerë të dënuar. Me nga mbi 20 vite burgë, pastaj apeli i sjelli deri në 2013, po ne do të jemi të gatshëm të protestojmë edhe të jemi aktiv, do të thonë me këto aktivitetet tona kundër kësaj padrejtësie që po ndodh atje, deri në momentin kur bashkëftarët tonë do të kthehen pafajshëm në shtëpitë e tyre. Tom Gashi, i pyetur për epilogun e çështjes në Hag, ka thënë se rreth 80% e seancave kanë qenë të mbyllura. E për këtë shprehu shqetësim duke lënë të hapur pyetjen se si do të përfundoj procesi dhe ndikimi i tij mbi drejtsinë dhe perceptimin publik. Diku rreth 80% seancave kanë qenë të mbyllura dhe nuk kemi dëgjuar se çfarë është folur atje. Do të thotë kjo është frika tjetër përveç asaj frikës kryesore timen personale që eventualisht gjykata t'i pranoj provat e Serbisë. Do të thotë ne nuk e dim sepse gjithçka ka qenë në errësirë. Ne shpresojmë që avokatët që në prizmin tim nuk kanë punuar edhe aq mirë, do duhet përdorin krejtësisht një strategji tjetër. Do duhet të involvonin sa më tepër që është e mundshme avokat eminent në Kosovë, nga Kosova dhe ndoshta nga Shqipëria, të cilët do t'ju ndihmonin atyre në punën e tyre në mbrojtjen e pjesëtarëve të UÇK-s, sepse ata sigurisht që mund t'i dinë ligjet, sepse ligjet janë, do të thotë për ligjet thjesht mësohen, mirë po situata në teren për periudhën kohore për cilën akuzohet Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, ata fare nuk e dinë. Ata e dinë vetëm aspektin e librave, aspektin e provave që janë servuar nga prokuroria, mirë po në teren, ata kur nuk kanë qenë periudhën e luftës Kosovë. Dhe do duhet kishte ekipe mikse të mbrojtjes ku rezultati besoj që do të ishte më i mirë. Mirëtare nga IKD thotë se epilogu i drejtë i procesit në Hag do të ishte lirimi i 4 të akuzuarve, duke vënë në pikpyetje besueshmërinë e dëshmitarëve të prokurorisë dhe cilësisë së akuzës. Është problematike për ne me jep një epilog duke marrë për bazë faktin që ndoshta më shumë se 50% e procesit gjyqësor ka qenë e mbyllur për publikun dhe ne nuk e dim do të thotë se kush kanë qenë dëshmitarët, por nëse marrëm për bazë këtë pjesën që ka qenë e hapur për publikun, mënyrën se si e thash është hartuara këtë akuzë, është përfaqësuara këtë akuzë, kualiteti dëshmitarëve, besueshmëria dëshmitarëve, të cilët kanë qenë publik, nëse e bëjmë në krahasim me besueshmërinë e dëshmitarëve të mbrojtjes, janë si nata me ditë. Kështu që për trupin gjykues është shumë e lehtë besohet një politikanit të karrierës, një ambasadorit, një diplomatit të karrierës, dikujt që ka pasur, si themi, informata të bollshme në teren që ka ndodhur në Kosovë prej viteve 90 deri në përfundim të luftës. Mos harrojmë faktin që gjatë tërë procesit gjyqësor kur kanë dëshmuar do të thotë diplomat karrierës kryesisht nga SBA, ka pasur edhe përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit, të cilat në mënyrë janë siguruar që diplomatët ta thonë vetëm të vërtetën dhe të bazuar në fakte dhe jo sipas dëshirave të tyre. Kështu që thotë kur i bëjmë gjitha këto në bilancin, atëherë mendoj do të thotë fuqishëm gjithmonë duke bazuar ato që kemi monitoruar që një gjykim lirues për të katërt do të ishte epilogu do të thotë si themi më i favorshëm ose më i drejtë në këtë proces gjyqësor. Në fund, Blerta Deliu e PD-s shprehet se marshimi dhe reagimi qytetar duhet të jenë mbi dallimet politike, pasi betejë e vërtetë dhe përhershme mbetet mbrojtja e Kosovës. Unë besoj që nuk ka shqiptar i cili është ndjerë, ka pasur ndjenjë të admirimit, nuk du të besoj që ka shqiptar i cili e ka ndjerë vetën mirë kur ka pa kërkesën e prokurorisë speciale. Du të besoj që ky marshim do t'jetë marshim për te betejave tona politike, sepse fundja beteja jone përhershme është Kosova, shtet ndërtimi dhe ardhmja e saj, kushdo që mendon që dënimi i njërit prej eksponentëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës që mbahen sot në Hag është dënim individual, mendoj që gabohet. Çdo përpjekje për dënuar ish-krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës në Hag është përpjekje për të dënuar shtetësinë e Kosovës, për të dënuar shtetëndërtimin e këtij shteti dhe për të dënuar betejën tonë të lirë për të qenë një shtet i lirë dhe i pavarur. Prandaj po e them 17 shkurti, një herë mirë duhet dëshmoj unifikimin e spektrit politik të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe betejën tonë për drejtësi që nuk duhet të jetë asnjëherë betejë politike, por betejë e qytetarisë dhe betejë e çdo shqiptari që do të
bëj përpjekje për një dinjitet dhe për një Kosovë të lirë dhe për një të ardhme tonë, për fëmijët dhe familjet tona të ardhme të lirë. Me modën drejtësio politik do të protestohet më 17 shkurt në orën 14 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, që qëllim ka vetëm mbrojtjen e shqirimtarëve të cilët po mbahen në Hag. Protesta do të organizohet nga platforma Liria ka emër. Ku Eliza Hoxha e Ismail Tasholli kanë teksuar se data 17 shkurt nuk është zgjedhur rastësisht, por se ajo përkon me ditën e pavarësisë së Kosovës dhe me momentin historik të shpalljes së saj. Ndërkohë, deklaratat përmbyllëse janë planifikuar të zhvillohen përgjatë periudhës 9 deri më 18 shkurt 2026. Pas përfundimit të tyre, trupi gjykjues do të mbyllë çështjen dhe do të kalojë në seancën e deliberimit për të vendosur vendimin përfundimtar. Sipas rregullave të gjykatës, pas mbylljes së procesi gjyqësor, është parashikuar që vendimi të shpallet brenda 90 ditëve nga përfundimi i deklaratave përmbyllëse, me mundësi zgjatje nëse rrethanat e kërkojnë.